Ndoshta e vetmja shpresë ka mbet te gjykata kushtetues ose eventualisht te një ftesë tjetër e partive politike që ishtë dashme ndodh nga presidentja për më mujt me dal për kësaj. Mirë po qysh e kom pa edhe u bojnë 23-a, 4-a herë tash që po vim këtu. Vjen keq edhe për qytetarëve edhe për njerëzve që po rrinë presion edhe për juve besa. Nuk kemi mujt me orë të një zgjidhje. Kjo nështë ta kallëzon mos afinitetin ton edhe kohë ma përpara, sepse si duket neve vish na kanë nejt gati shtu ambasada e kështu se kur këta politikan, apo na si politikan, nuk kemi mujt mjë dhonë orientim momenteve politike asë njëherë, po vish na kanë nejt gati. Dhe më thonë, është me të vërtet për me të ardhë keq, edhe nina keq edhe si deputet e si përfaqësues, për mësë më pas mundësi ose afinitet ose zotësi me umledh shqiptar, njerëzit e delegum e zgjedhën me pru porosinë e qytetarëve në kuvend Kosovës, edhe problemi më i madh është që s'po kem as fjalë, nuk po mujm as më fol. Në kuvend do fjala për me gjetë një zgjedhje ose diçka. Kështu që nuk e di çka do të ndodhë, tash kjo situatë e çuditshme. Zotri Berisha e përmendu pikërisht që ndjeni keq si deputet, por pagesa për gjithë deputetët e zgjedhur tashmë ka dalë, zyrtarisht sot vini me një rrogë shtesë, a mendoni që i meritojnë deputetët këtë pagën e parë që e morën? Qëre, kjo paga baza, se po menojnë do që ne e marrë shpesh, aty marrim me ditje, e grumullohen, aty parë nuk është e vërteta, jo? E kom një pagë në kohë që juve, gazetarëve, ju ka jetë fort zhega e punë, pja unosëm ka dalë, e vërtet është. Edhe pagën normalisht që duhet na me arsyetu, me veprime. Dhe më thonë, përshtaj jemi thiru, përshtaj jemi zgjedhur. A shë AKJ si opcion Fatmir Liman, pasi ma herët nga partia e tij u tha pikërisht këto që është opcioni më i mirë dhe unifikues për krejt kuvendin? Po këta tashin fushat elektorale, s'po mujnë as mu morë vesh, edhe po thonë që është opcioni më i mirë këta partnerët tash, në kohë që janë partnerë, se s'po dihet as, se s'po votojnë as nisma për ta. Unë e kom thonë shpesh, njëna person që si pajtus, edhe e kom thonë që njeriu që e ka të kalumën e tiju që ke për mu nuk paraqet, dhe më thonë nuk muj me full keq. Dhe më thonë e kom konsiderat ato, e kom kështu këgjanel si parim. Edhe nuk kom asë një kundërshtim besas me këta tjerë që i kanë përmen edhe unë ato mendimet e mija i kom shprej 1, 2, 3 se unë sa masanej kom thonë që i bënë edhe Albolina, bënë adin, se ma e keq që është i kjo që na ka ndodhë. Faleminderit shumë. Zotri Berisha përmendet që mundi me na dhënë pagën, nëse na ka mbet marak, ne kemi arsyetu pagën tonë të ardhë këtu me ju përcjell juve, po a mundi me na tregu sa ka qenë paga, e keni marrë për një muaj apo një muaj e gjysmë? Bazë, bro, paga bazë. Sa është? Për një 1500 euro. Del deputetëve pa se pa komisione, pa që aty rritet pa. Faleminderit shumë. Okej. A kam nevojë me pru pagën?